إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut të madhruar. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhruar që të na mbrojë nga sherrri i nefseve tona dhe sherrri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijojë, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, prej sot do të fillojmë të flasim për disa tema shumë të rëndësishme që titullohen vlerat kuranore në marrëdhëniet mes njerëzve. Në Kur'an Allahu subhanahu wa taala i ka kushtuar në rëndësi të madhe raporteve mes njerëzve. Dhe nëse jemi gjallë dhe shnosh me lenin Allahu subhanahu wa taala do të flasim për 11 hutbe tash e natona. Në me thonë pëse cila tema është në veti, po ka të bëje me vlerat islame që duhet t'i zbatojmë në raportet ndërnjerëzore, ne si musliman. Tema e parë është, në me thonë, morali mirë, ose rreth ajetit kuranor, wa qulu linnasi husna, ajetit 83 surës Bekare, dhe njerëzve thojuni fjalë të mira, fjalë të bukura. Kjo është tema e parë. Tema e dytë është drejtësia me të gjithë, tema e tretë butësia në të folur, tema e katërt lënia e talljes, tema e pesë shmangja e dyshimit të keq, tema e gjashtë ose vlera e gjashtë ndalimi i dëmtimit të tjerëve, vlera e shtatë është mirësia në sjellje, vlera e tetë ruajtja e të drejtave, vlera e nëntë dëgjimi dhe respektimi i tjetrit, vlera e 10 falja dhe mirëkuptimi dhe 11 pajtimi mes njerëzve. Inshallah për të krejt këto pikat do të mundohem unë që në sicillën hutbe, domethënë me fol për këto vlera kuranore që na mësojnë se si të ndërtojmë raportet tona në mes veti. Të janë vlera. Pse quhen vlera? Arabisht qime. Qime është njëjës, qiem në shumës. Qime është sikur se fjala kimet. Kur themi si a di kimetin, kësaj punë, më thonë si a di vlera. Pse quhen vlera? Këto janë disa sjellje, disa cilësi që duhet besimtari me i përvetësu edhe i japin sjelljes së tij vlerë të madhe. Dhe i japin personalitetit të tij vlerë. Sa të janë shumë të çmuara. Pra e para që ka ahlak i mirë, gjëgjësisht mu mundu fjalë bukur dhe fjalë ëmbël. Mu bë gojë ëmbël. Nëse dikush falet, ma Ramazan, jep sadaka, mirë po nuk kujdeset për gjuhën e tij, ai nuk e ka kuptuar thelbin. Nuk e ka kuptuar thelbin e fesë. Pse se mundesh me çket gjuhë mi rënu dhe mi shemb krejt fjalët, krejt punët e mira që i bën njeri. Dhe mundet mi shemb raportet ndërnjerëzore. Mundesh me u prish me njerin më të afërt nëse ti nuk di mi zgjedh fjalët. Allahu subhanahu wa taala na urdhon thotë njerëzve thuajuni fjalë të bukura, fjalë të mira. Dhe kjo lidhet direkt me besimin. Nëse dikush menon se s'ka lidhje me rëndësi falë namazin, masane çka dush ban, s'është problem. Me rëndësi është po namazi është shumë më rëndësi. Është themel, është tylla e fesë. Mirë, po nëse ti nuk kujdesesh për gjuhën, hakin e njerëzve shumë kollaj mundesh me shkel. Pra kjo lidhet edhe me besimin. Thotë me men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ose le të flet fjalë të mira ose le të hesht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, misionin e tij si pejgamber që e kreu me suksesin më të madh, nuk e bani me forcë dhe me dhunë. Nuk e arriti atë suksesin e madh
domethënë me forcë dhe me dhunë. Edhe vetëm me argumente logjike, se normal edhe argumentet logjike e kanë atë peshën e vet. Po të mos kishte qenë pejgamberi sa më i kujdesshëm në fjalët. Ka pas raste ka ardhur armiku i më i madh, ka pas raste kanë ardhur për me sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë dëgju fjalët e tij. Mjaltën që ka rrjedh prej gojës së tij, fjalët e ëmbla, janë kthi edhe ose kanë pranuar Islamin, edhe e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se çka. Dhe është historia, biografia e tij e mbushur me raste të këtilla. Është e mbushur me raste të këtilla ku fjala e ka fjala qels, që depërton të zemra e dikujt. Për çfarë këtë mvara që flasim. Dhe neve na mëson feja jonë që ne t'i zgjedhim fjalët. T'i zgjedhim fjalët madje edhe kur jemi duke bërë shaka. Të mundohemi që të bëhemi gojamël. Unë do të tregoj disa raste prej jetës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është, domethënë, çka do të thonë me ditë njëri me fol. Normal që edhe përmbajtje duhet me pas ato fjalë, po mi zgjedh fjalët e mira. Edhe armikun më të madh e kthen në mik. Ka qenë një, domethënë, derisa ishte në Mekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o kon një person e ka pas emrin Husain el-Khuzai. Që ki Husaini krejt e kanë respektu se o kon burri mençur, i urtë, o kon mushrik. Edhe kur e shitët i thonë Husain el-Khuzai, është baba i sahabis Imran, është një prej sahabive që quhet Imran ibn Husain. Në me thonë, ki Husaini është baba Imranit. Djali vetë kishte pranuar Islamin, ki ende ja. Dhe kur e shitët paria e Kurejshve, i thënë Husaini, ti e buri mençur i urtë. Po, çka mendon sikur me shku edhe me fol me Muhamedin? Sa ai po thotë që zotrat ton janë asgjë hiç, e kanë pas fjalë për idhujt. Edhe këtë kanë marrë si ofendim ata. Se ka thonë për shka i lutni dikuj që as nuk flet, as nuk ndëgjon, as nuk mundet me i bën dobi kur kujt, as mundet nuk me i bën dam, as vetes bile, së një ban dobi. Idhull, ja, mundet me i bën vetes dobi, me ardh dikush me i ra në sakic, ati idhullit për shembull për i drunit, a mundet ai me mbrojt veten, ja. E tash, këto fjalë, se për ka desh me u dëshmu atyre se këto nuk janë zotra. E mushrikët e Mekës e kanë marrë si ofendim të madh këtë. Edhe kanë thonë Husainit, shka be fol me Muhamedit, ti burri mençur, i urtë, nashta mos po kthehet. Edhe shkon Husaini te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e shef pejgamberi sallallahu ai ka qenë edhe në mosh, edhe ka pas atë pamjen, ka pas karizëm. Thot pejgamberi sallallahu bajani një vend, lëshojeni pak një vend të ulet, respektojeni këtë plakun. Thot, respektojeni. Kjo është puna e parë. Edhe ato këtë ndërojnë, me gjitha ishte mushrik. Afrote për jam dhe thot, o Muhammed, abe po ndëgjoj unë se ti fol keq për zotra tonë, ti di se ajo ma e çmuara, ma e shenjta, atë ne janë këto idhujt të cilët i adhurojmë. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Husain, sa zotra i ban ti ibadet? Thot 7 në tokë, 1 në qiell. Se mushrikët e Mekës e kanë besu ekzistencën e Allahut. Ato e kanë besu Allahun, dhe i kanë thonë Allahun. Sa kjo është prej asaj që kanë mbet nga feja Ibrahimit a.s. Ato e kanë besu Allahun. Mirë kanë besu se që ati Zotit madh që e ka kriju gjithësin, nuk mund është ti mi u drejtu me lutje direkt, po dush mi lut zotrat e vogël, zotrat e vegjël, për mu afru të Allah. I thot, unë 7 në tokë i adhuroj e 1 në qiell. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë. Me bë, do të thonë, me të kap dini vështirësi. Me pas në i zor të madh. Cilin e lut? Cilin e lut? Thot, dihet atë që është nalt. Zotin e madh. Po thot, me të shkatru pasuria e baktia, e të mira që i ke, kujt i drejtohesh? Po thot, dihet se ato kur kanë pas zor të madh, prap Allahun e kanë lut. Po thot, atë që është lartë në qiell. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e po ai
nëse ai vetë të përgjigjet, është i vetëm që mundet me të përgjigj, pse po i ban ti ortakët? Pse ja bashkan gjetë do zotra të veqet? Pse, o Husain? Edhe Husaini nalet edhe menon. Se thot, kur jam zorune, nuk i bëj ortak. Se edhe ka raste tjera, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kur janë kon duke lundru me anije, kur e kanë pas zorin e madh dhe kur kanë fillu ato errat dhe fortunat ndete dhe kanë pas e mundën me vdek, e kanë lut vetëm Allahut më shek. Kur i ka shpëtu Allahu, kur kanë dalë në breg, në thatë, në tokë, atëherë kanë bërë shirk Allahu subhanahu wa taala. Se njeri kur ën në zor të madh, ban vaki dënjëherë dhe ateisti i drejtohet Allahu subhanahu wa taala, kur është në një zor të madh. Edhe thot Husaini, thot me të vërtet, nëse une kur jam në zor të madh i lutem atij, pse më ja shoqëru këto zotrat e tjerë, zotrat hynit që i kanë quajtur ata këta idhujt ndo. Edhe kështu që, domethënë për një moment dalet dhe thot shahadet. Ato e çojnë për me demantu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që kthehet si musliman. Edhe çohet Imrani, djalit i Husaini, ja puth kokën, ja puth durt dhe ja puth këmbët babës vet, i cili e pranon fenë islame. Mi po, kush ishte ai që me pak fjalë e bindi Husainin me pranon islam? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ishte gojamël, nuk e përqeshi, nuk mundoj me poshtru. Është një rast tjetër interesant me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shumë vjen një beduin te pejgamberi, megjithse nuk ishte besimtar, thot unë kam një gjak me pagujt. Dije quhet, domethënë në arabisht. Ka ndodhur në vrasje dhe duhet m'ia pagujt gjakun. E thot ndihmon. Edhe pejgamberi ndihmon diçka që ka pas aty. Mbledh diçka me sahabët edhe ndihmon. E thot a është në rregull, i thot pejgamberi, a është mirë? Thot vallai as mirë e as heshëm e ki bën. Shumë pak, sa po niknast. Edhe tash po vjen lips, edhe po sillet, më thon me arrogancën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sahabët në mënyrë dikush, domethënë mundohet zgjohet edhe ta marrë ta largoje prej mezlisit. Pejgamberi thot ndaluni. Thot hajde ti me mua. E merr edhe shkon te shtëpia e vet. Edhe i jep edhe krejt që ka pas. Mi ndihmu që ai me pagujt gjakun. Edhe masi që i jep pejgamberi, tash thot a është mirë? I thot pejgamberi, a është mirë tash? Thot Allahu të shpërbleft në emrin e krejt kabiles po të falenderohen. Thot pejgamberi, e po pse se a mundesh me thonë që këtë fjalë para shokëve të mi, se ato i nervozove. Me të vërtetë sjellja jote nuk ishte aty tash. Domethënë ti të mirën dikujt ti jep, dikujt sadaka, mundet me ta kthimin e fjalë të keqe. Nuk është e heshme kjo punë. Thot nuk është problem. Nesërmen vjen, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nesër kur të jem unë me shokët e mi, thuje këtë fjalë që domethënë ti të përmirësosh pak mendimin e shokëve të mi, se për një me la një përshtypje shumë të keqe. Edhe ai vjen nesërmen edhe e shef pejgamberin me sahabët, e i thot pejgamberi sallallahu filan, a je i kënaqur me ndihmën që ta ofrom? Ai thot po, Allahu të shpërbleft. Në emër krejt kabiles po të falenderoj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot çohet dhe va jep një mësim sahabëve, të cilët deshtën me forcë, dhe njerë shpesher, domethënë kemi qef me forcë, me dhunë, ndoshta me atë më të keqen, mënyrën më të keqe për me arrit një rezultat. Po jo, nuk është kjo. Thot pejgamberi, shembulli im, i thot sahabëve, dhe shembulli juaj, është si një njeri të cilit i ka ik devja, edhe qohën njerëzit krejt në kam, edhe i vrapojnë mas devës. Vrapojnë. Po ato tu vrapun mas devës e largojnë ma shumë, se si të angarenish edhe kuajt, edhe devët, si t'ju shkojsh për mas, të vrapojsh pas tyre për mizan, ato ka një farmarifeti tjetër për mizan. Ato, du me thonë, devën, veç e largojnë, janë qunë krejt për me e zonë devën, thot pejgamberi, mirë po devën, vetëm se e largojnë ma shumë. Deri sa pronari i devëve, thot pejgamberi, shembulli emon që kështu, deri sa pronari i devës, qohet edhe ju thot njerëz, o njerëz, a ka mundësi ju mu nalë krejt? Naluni, mëse verapojni se e qut në tjetër sheher. Naluni. Edhe thot, fillon e mledh pa kushqim, e nalet edhe fillon me ndjell devën, deri sa e zë dhe i hi për mi. Thot, mi u paslon unë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
që ju, do me thonë, me arrogancë dhe me sjellje të ashpër me ndalë këtë beduinin, me ndalë, ai ju kishte këndrështu, bamaki kishte ndodhur edhe në luftim, bamaki kishin nxjerrë edhe shpatat, edhe dikush kishte vdek, ose e kishi vrasë ju më shumë, edhe ai kishte shkuar në xhehenem. Ka dëniherë, ai që nuk është me neve, ai që ndoshta nuk është edhe musliman, ose nuk është i xhamis, ose nuk është i namazit. Nëse ti mundohesh me një arrogancë, me fjalë të këqija, me dhunë, me sjellje të keqe, mundohesh që ta ndalosh veprimin e tij të gabuar, bamvaki që me e çon në xhehenem. A qëllimi është mi afru njerë. Kjo arrihet përmes fjalës së bukur. E kanë pyet Said ibn Xhuberin. Kush është Said ibn Xhuberi? Është prej tabinëve nxënësi Abdullah ibn Abbasit. Thot, nëse një zjarputist, një mexhusi, më përshëndet me fjalë të mira, a lejohet t'ja kthej edhe unë me fjalë të mira? Mos është musliman. A lejohet m'ja kthej edhe unë me fjalë të mira? E Said ibn Xhuberi thot, e kam pyet Abdullah ibn Abbasin, ç'ket pyetje. Edhe ai më ka thonë, në qoftë se edhe Firauni më kishe përshëndet me një fjalë të mirë, unë ja kisha kthyer me të mirë. Sa Allahu thot, wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bimithliha aw bi ahsana minha. Kur të përshëndeteni me një përshëndetje, kthehani në të njëjtën mënyrë ose më mirë, thot Allahu. Thot Abdullah ibn Abbasi ka thonë edhe Faraoni, që ka qenë njeri më i keq, një prej tiranëve, që ka luftu pejgamberin e Allahut Musa a.s. që i ka besimtarët i ka shtypë dhe i ka vrarë dhe ka vrarë fëmijët dhe zullumin i tij është i njohur. Edhe hajme më përshëndet me fjalë të mirë, unë ja kthem me fjalë të mirë. Për çat mendimi më i saktë është se një jo musliman, një mos besimtar, nëse t'jep selam, shumica thonë duhet mi thonë wa aleikum. Jo, mendimi më i saktë është mi thonë aleikum selam. Nëse një shkallë, thotë, selam aleikum. Unë është mi thonë aleikum. Sa unë e kum pas njoft nëpërmjet do shokëve, ishte një jo musliman që më thekë kur e di që i hoxh jam kur më zgjat selam aleikum. Selam aleikum hoxh. Kakus. Selam aleikum. Unë është mi thonë aleikum selam. E mirë, ato që pejgamberi sa më ju ka thonë wa aleikum, ato janë lut keq për pesam se jahudit që i kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që i kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i kanë thonë assalamu aleikum. Vdekja qoftë mbi ti. Mirë po, e kanë thonë si shpejt që thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ta pranoje këtë përshëndetje, këtë lutje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë wa aleikum, selam si u ka thonë. Sa ato kanë dashur të lutën keq për pejgamberin dhe sa pejgamberi sa të lutet mirë për ta. Jahudit. Assalamu aleikum, vdekja qoftë mbi ti, pejgamberi sallallahu ka thonë wa aleikum, edhe mbi juve. Edhe mbi juve. Ama nuk ka thonë wa aleikumus selam, edhe mbi ju qoftë paqja. E tash, nëse dikush nuk thot me fjalë të keqe, përshëndet me fjalë të mira, muslimani e përshëndet me fjalë të mirë. Kërdo koft. Jo musliman, qafir, kundërshtar, arrogant. Ti e përfaqëson veten, e përfaqëson moralin e islamit. Për çfarë gjumha ka shumë rëndësi vllazën të dashur. Për një fjalë goje njeri mundet me fitu xhenetin. Për një fjalë goje njeri mundet me hub xhenetin, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin fi sakhatillah. Njeri ka mundësi me fol një fjalë dhe me hidhru Allahun me atë fjalë, fa yahwi biha fi jahannam 70 kharifa, dhe me u fundos për shkak të asaj fjalës në xhehenem 70 vjet. 70 vjet me shku te poshtë, mu thellu në xhehenem, Zoti na ruaj. Për çfarë është me rëndësi? Fjala është e fuqishme shumë është e fuqishme. Fjala e ëmbël, domethënë e çel edhe derën e hekurt. Prandaj ne që falim namaz, ne që themi shahadet, ne që domethënë lexojmë Kur'an, ne që i bim sejdë Allahut subhanahu, ne që agjërojmë, ne që japim sadaka, duhet edhe gjuhën edhe moralin ton me shiku shumë. Nëse nuk kemi moral të mirë, nëse nuk kemi fjalë të mira, nëse nuk jemi të sjellshëm, jemi të humbur, sepse qëllimi i fesë është me të bëjë më të moralshëm. Allahu na mundsoft të gjithë dhe që të bëjmë të tillë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.